Agroturizëm Restorant Resort Abej sjell për herë të parë apiterapin, një metodë e lashtë e mjekësisë popullore që përdoret për kurimin e disa sëmundjeve të brendshme. Kjo terapi e veçantë zhvillohet përmes bletëve, të cilat mundësojnë shërimin e alergjive, bronkitit, trajtimit të astmës, sinuseve, migrenës, si dhe stresit e depresionit për të gjitha moshat. Zakonisht bletëritësit e kanë aplikuar në kushte shtëpie, por tashmë Vlora, Himara, Lumi Vlorës, Selenica dhe Mëgjer, qytetarët shqiptar dhe pushuesit vendas dhe të huaj, kanë një qendër të mirëfillt për terapinë e bletëve në Abej, një resort gjigant dhe unik, nën administrimin e një prej biznesmenëve të njohur të zonës, siç është Dimitër Kapaj, vendosur në rrugën nacionale Kuç Qeparo, në një nga zonat më të bukura të Lumit të Vlorës dhe Rivierës shqiptare. Apiterapia ofrohet për herë të parë në mund të themi në bashkinë e Himarës dhe këtu në Abej, në këtë kompleks mjaft interesant, i cili jo vetëm shërben si agroturizëm, por mendon edhe për shëndetin e qytetarëve. Kushdo që ka probleme me frymarrjen apo me sëmundje që lidhen me frymarrjen dhe sëmundje të tjera, mund të vinë këtu për të provuar apiterapin, një mjekësi alternative që ju jep më shumë shëndet dhe mund gjeni pse jo kurimin e duhur për atë që ju keni kërkuar gjatë gjithë këtyre kohëve, por që vjen tashmë nga një mjekësi alternative, vetëm këtu në Abej. Si ndjeni pasi bët apiterapinë? Shumë mirë, është një gjë jashtëzakonshme vërtet. Një aromë lulesh, një aromë shumë e mira. Është një gjë që vërtet duhet çdo njeri duhet ta provoj. Të bën mirë për shëndetin. Patjetër, po, për rrugët e frymarrjes. Dhe të shplot apo jo, të heq stresin e ditës. Patjetër, shumë. Në disa minuta që unë e kam provuar dhe kam tjetër frymarrje. Imagjino që ta mbash sipas rregullit që jep mjekësia, është akoma edhe më mirë. Apiterapia është një lloj terapie alternative që përdor produkte që vijnë direkt nga bletët përmes një sistemi thithjeje me të ngjashme me aerosolin. Ajo përdoret për të trajtuar sëmundjet dhe simptomat e tyre, si dhe dhimbjet nga lëndimet akute dhe kronike. Apiterapia është përdorur për mira vjet në lashtësi. Ajo mund të ketë gjurmët në Egjiptin e lashtë dhe Kinë. Grekët dhe romakët përdorin produkte bletësh edhe për qëllime mjekësore, ku helmi i bletës përdorej për të trajtuar dhimbjet e kyçeve nga artriti. Arsyeja se përse vendosëm të vizitonim resortin Abej e të flisnim për apiterapin, është se më në fund, për herë të parë, në këtë zonë të rrethit të Vlorës dhe qarkut ton, kjo metodë e shërimit natyral mund të gjendet edhe në Shqipëri. Është pikërisht Agroturizëm Restorant Resort Abej që mendoi ta shtonte këtë aspekt të rëndësishëm të ofertës së saj agroturistike, duke udhëruar kështu pushuesve të saj jo vetëm relaks, por edhe mundësi të shkëlqyera për të trajtuar një sër sëmundjesh që apiterapia ndihmon të reduktohen ose zhduken plotësisht.